dhe ata vetë të jenë në rregull me gjitha palët. Kjo është politika që nuk janë zgjedhur për ta bërë. Nuk janë zgjedhur, ata mund të marrin vendime politike kur bëhet fjalë për interesa kombëtare. Pra për interesa kombëtare, nganjëherë ç'është e ligjshme nuk është e drejtë. Pa ata duhet bëjnë ç'është e drejtë kur vjen puna te interesat kombëtare. Ndërsa në raste të tilla, ata duhet të jenë skrupuloz te ligji, te interpretimi i kushtetutës. Se kanë bërë janë sjellë si politikan. Regjia edhe një herë presim që të jenë listën në listat e kanë ndonjëherë që i morën mandati gjë në 2029. Listën e antarëve të gjykatës kushtetuese. Avokat, ajo që bën sy është që Sonila Bejtia që pritej se do votonte pro SPAK-ut. Jo, në fakt ajo s'pritej fare. Po, duke qenë se propozuar nga Ilir Meta, nga opozita, nisur nga kjo themu, nga kjo premis. Ndërkohë Gendi Ibrahimi është një nga njerëzit që le të themi është një nga autorët kryesor. Do që të bëjmë çikës kështu. Jo. Unë dua të kuptoj se me që është debati publik, dua të kuptoj çfarë po ndodh. Atë. Se mua nuk më lejohet. Pse dy personazhe që fjala vjen Gendi Ibrahimi ka qenë gjithmonë në krah të mazhorancës. Oret. Ta bënte Denisi dhe Flogeri këtu për shkak pozicionit që kanë është normale, domethënë që të bëjnë një analizë dhe duke kaluar në çik caqet. Unë mund të nisem nga idetë e mia, prandaj se bëjmë, nuk je vetëm jo, absolutisht. Unë mund të nisem nga idetë e mia, sepse njëri ka votuar kështu dhe tjetri ka. Dhe ata nuk kanë kaq të zgjuar sa mos lënë gjurmë. Ky është problemi i këtyre njerëzve. Pse e them? Sonila Betja, vëlla, ka votuar pro Belinda Ballukut që në seancën paraprake me 3 gjyqtar. Kështu që nuk është e re që sot ishte nënën. Jo, pyetja që ti ngre është normale për vendin ku je, se ti nuk po më ngren pyetje mua në Suedi apo në Danimark, ku njerëzit domethënë janë të ftohtë në gjykimin e tyre të juridik. Ktu njeriu vishet me petkun e le të themi politikës. Zonja Betja, me gjithë respektin se s'kam asnjë gjë personale me të, është një propozim thelbësisht i opozitës. Dhe e tillë është parë. Dhe të gjitha vendimet që ka dhënë të mëparshme, pak a shumë kanë qenë mbështetje të, për shembull, kur erdhi radha rasti që gjykohej zoti Berisha në gjykatë kushtetuese, ajo ka qenë vot pro Berishës. Me të madhe madje. Pra, për ta thënë që kurse e kundërta për zotin Ibrahimi, kunati i Mimi Kodhelit, doni që ta lidhim kështu. Po, ideja Kunati Nikodhelin, një nga personat i cili ka bërë reformën në drejtësi. Këtë është shumë e rëndësishme kjo. Ky Ardian Dvorani dhe këta persona të cilët nuk do duhet të ishin fare në sistemin e drejtësisë, sepse ky ka qenë kushti. Ata që bëjnë reformën në drejtësi, pra e shkruajnë, e detajojnë, nuk mund të jenë pjesë e reformës në drejtësi. Plus fakti që ky vjen me gjithë respektin, s'ka asnjë gjë personale, po ta them një herë, nga një familje thelbësisht komuniste. Jati tjetër ka qenë sekretari i përgjithshëm i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Burr në Tiranë. Nga 76-a në 83-shin. Po çfarë ka ky për kjo është për të kuptuar, për të kuptuar backgroundin që vjen nga e majta. Nuk i vura se çdo njeri mund të jetë i majt, i djathtë, i kuq i ziu, por s'më intereson kjo histori. Po quhen hakmarrje komuniste tani me beqim. Jo, ta thash. Ky e lidhi në majt apo djathtë. Vazhdoj ti tani. Jo. Një tek tjetër. Unë po them. A ka qenë aty, po prita mbyll tani këtë. Ne do të bëjmë se s'ka shumë nga këta të 8 të cilët janë aty. Unë personalisht i besoj, nuk po them verbërisht, po profesionalisht, vetëm mendimit të 3 gjyqtarëve aty. Marsita Xhaferllarit, Asim Vokshit dhe Toskës. Janë të 3 gjyqtarë për mua. Dhe në momenti kur je gjyqtar, unë profesionalisht pastaj tentoj domethënë që ta respektoj mendimin e tyre. Pjesa tjetër mua më vjen keq. Por nuk kanë qasjen për të cilën. Me këtë logjikë që thua ti, edhe Gendi Ibrahimi është bashkangjitur mendimin të këtyre. Ka shkuar me të drejtë. Gendi Ibrahimi ka qenë ai antar i gjykatës kushtetuese i cili u përgjua, doli si lajm në kohë. Këtë kishte qefti. Gendi Ibrahimi në media. Unë kuptoj se kjo 4-4 është shumë interesante. Le ta flasë se më mytë burr. Për Gendi Ibrahimi mediat, Lexo Pikal, Reporti apo gjithkush, meqense kam 2 kolegë këtu, kanë nxjerr 2 histori. Historia e parë ka qenë përgjimi i SPAK-ut në lidhje me hetimet që bënin për Plum Gjokën. Në momentin kur çështja e Plum Gjokës e Skaj Kroçatit shkoi në gjykatë kushtetuese,
lajmi doli atëherë që ishte përgjuar pikërisht Genti Ibrahimi, si një person i cili mund të kishte bërë afera, po themun. I përgjuar në mënyrë të lishme, ëh? Të lishme sipas Spakut. Sipas Spakut, sa unë di. Sipas Spakut. Okej. Kjo është sceni i parë. Dhe sceni i dytë prapë dhe kjo me pull të kuqe roz, që lidhi me video erotike ku diun të zotit Ibrahimi. Tani këto mund të jenë dy gjëra të cilat po ha mençojëret mund ta kenë shantazhuar. Po ha mençoj se unë nuk e di, po e divulgoj mendimin tim për te asaj imagjinate. Dhe mendoj se mund të jetë kështu, sepse nuk më bën sens që një i majt që edhe në kolegjin e gjyqtarëve ka votuar pro Belinda Ballukut ta kthej votën e tij kundër. Ai biseda që bëra herën e kaluar në lidhje me Sander Becin është identike njëjta gjë që po flasim sot për Genti Ibrahimi. Gjithsesi, thënë të gjitha këto, pak rëndësikaret, kjo gjykatë kushtetuese na tregoi edhe një herë tjetër që është jashtëzakonisht shumë larg, jo vetëm asaj gjykate kushtetuese që kemi pasur, të cilën neve gjoja e hoqëm për shkak të vettingut, por unë e barazoj edhe me një treshë gjyqtarësh gjykatën e apelit këtë. Avokat, kemi thënë për këtë gjykatë kushtetuese të paktën tani më kemi pasur disa konkluzione. E paaft, e keq përdorur, e pafuqishme. Po. Pse të mos themi që thjesht është dhe këtë variantin tjetër që e dëgjojmë te opozita, që është sot një instrument në duart e Edi Ramës dhe merr çdo vendim që i kërkon kjo mazhorancë të marrë. Dy të fundit kanë qenë kundër Edi Ramës, shkarkimi Rion Veliajt dhe kjo. Po më ta bëj pyetjen retorike ndryshe unë ty. Të nxjerrun ty një 15 deklarata të Sali Berishës. Mos u mërzite që Jo, unë kam përgjigje nga ai. Një 15 apo deklarata të Sali Berishës që Sonila Betja e quhen heroin. E mbron me istikam, burr. Pse kush ka thënë ty që Rama dhe Berisha janë kundër? Berisha. Atë po, atë. Berisha, për Sonila Betja. Po, për Sonila Betja. Tani si është e mundur që ka që nga e premtja dhe heroina e Sali Berishës nuk ka thënë. Po si është e mundur që s'e kanë thënë për te Sali Berishës? Sa ajo është zoti miqiell për demokratë. Pse s'e kanë thënë këta të tjerë poshtë Saliut një fjalë? Si është e mundur që bashorti i vet është drejtori i Syrit.tv, televizioni i familjes, dhe gruaja mbroka Belindën, kurse televizioni shan Belindën nga mjesi deri në darkë. Ma bëj mua ti këtë. Kjo është profesionalizëm, miku im. Bravo, këtu ke drejtë. Po patjetër. Okej. Ata si media kanë faktet e tyre, kanë. Jo, po nuk mund të lejoj të godasësh median në asnjë moment. Se e keni marrë vesh, na keni bërë neve sikur jemi e keqe e madhe këtij vendi. Po pra, se më thedhe që kam nxjerrur ato videot e Ibrahimit. Kontrollova si kisha nxjerrë se si kam. Nuk të thashë. Që është përgjuar ta mora si shembull. Po pra, mos merr si shembull fare mua se kështu të bëni pis ju. Tani, o zotri, thelbi se ngatroheni me emra. Emra të janë të rëndësishëm, për shembull. Cili nga gjyqtarët që kanë qenë kundër Ramës aty, kanë qenë ajo treshja që kanë vendosur në fillim për të mos e gjykuar. Asim Vokshi, Masida Xhafellari dhe Toska. Toska. Njëri nga këta ka qenë pro, dy kanë qenë kundër. Jo, në fillim fare në treshe. Sonila Betja, Masida Xhafellari, Sander Beci. Sander Beci e Masida Xhafellari votuan kundër Belinda Ballukut, kundër Ramës, kundër për tu hapur. Po. Kurse Sonila Betja mbajti në këmbë këtë histori. Po të kishte votuar edhe Sonila Betja, një lloj si dy të parët, kjo çështje s'do kishte shkuar fare, s'do ishte shyturiç. Bravo. Tani kur kaloi pastaj në Teçe, si votuan? Në Teçe votuan 5-3. Ishte vota e Genti Ibrahimit dhe Sander Becit që kalojnë krahun tjetër dhe 3 gjyqtarët ishin kundër. Prapë ato 3 ishin kundër. Po. Pra, pyetja tani është, ai që kanë ikur nga 5-3 te 4-4, duhet parë pse ka ndodhur kjo histori. Të thash pra dhe unë. Duhet parë pse ka ndodhur kjo histori. Është shantazhuar, duhet të mbrojtur ai zotria. Dakor, s'jam kundër me këtë pjesë. Nëse është dhe unë të solla dy shembuj dhe të thash e para, Spaku këtë e ka përgjuar më parë, dhe këtu po ngre Alibira, kot, po duhesh duke shtuar faktin që Spaku këtu ka qenë palë, s'është palë Spaku në atë gjykim, se ishte në gjykate. Tani pse mos haludoj unë që të them domethënë që duke qenë se është një vendim shumë i çuditshëm. Dhe opsioni pas ka qenë që domethënë të paktën Strasburgu apo jo. Strasburgu e ka dhënë
formulën e zgjidhjes. Dhe këta nuk e kanë zgjidhur, sepse nuk kanë dashur ta zgjidhin në këtë formë. Unë bas që ata nuk e din fare këtë, që sa po thashun. A se din fare që fare. Jo, besoj e din. Po ta din do ishte akoma më keq. Po i mbrojnë. Unë nuk e dija këtë, unë nuk e dija. Po i mbrojnë. Qofse është ky varianti që the ti. Po i mbroj pra. Atëherë ata umbrojnë 3 herë, të lutem, umbrojnë 3 herë dhe normalisht e kanë patur si opsion barazimin, siç ndodhi. Nuk është se din. Pra, nga kjo pikpamje ka dyshim të madh. Po unë them është si, e di si është kjo Redi që ta shtensionojmë pak bisedën. Është si një ndeshje me 2 palë, ku të dyja palët luajnë aq fort sa ndeshja del barazim, askush nuk fiton. Po këtu s'duhet dalin asnjë barazim. Po përderisa edhe një herë. Përderisa në kushtetut thuhet ose në ligjin për gjykatën kushtetuese. Prandaj them kjo e nardi të haj çik diskutim. Thuhet që kur ka barazim të votave, kërkesa bie, pra këtë thot. Nuk thot ky është shkruar kërkesa bie. Pra kemi një opsion që mund të ndodhe barazim. Dhe ka ndodhur. Kaq e thjesht është. Pra këtu unë nuk të thash ty që e kemi në ligj. Pra, e ke nga Strasburgu. Po s'është i detyrueshëm ai. Ai ke gabim. Në ligj është kjo që them unë. Kur është në ligj është kjo që them unë. Kur ka barazim votash, madje ka edhe një gjë, ja duhet të ketë. Kryegjyqtari. Ja, do kthehemi këtu regjia. Jo, nuk është kjo. Kur ka barazim votash, bie kërkesa, sepse ne shkojmë sikur fiton njëri apo tjetri. Ne shkojmë idenë që o zotëri, Flogerti bën kërkesën, dhe ne jemi gjyqtarët, nuk arrim dot në vendimare, barazojmë për kërkesat e zotërisë bie dhe vazhdon jeta. Nuk është se ka vakum këtu ligjor. Nuk është krijuar vakumi, thash edhe një herë. Aty ka fituar Spaku, nëse duam ta interpretojmë. Por nuk ka krijuar dot as precedentin për zgjedhur Gërç. Por nuk më duhet precedenti, se unë du zgjedhur Gërç që mos. Edhe një herë, precedenti do ishte sikur këtu do bëj nami me kërkesa, nuk ka për të ndodhur më kërkesë. Ktu futemi në terrenin e politikës dhe politika bën shumë mirë që e ngre këtë zhurmë. Dakor? Këtu ka fituar kërkesa e parë e Spakut. O zotri, unë do doja që të kisha një 5-3, ku gjykata kushtetuese i thot qeverisë, ekzekutivit, i thot dhe parlamentit që po, je ministër, nuk ka asnjë lloj rëndësie, ka të drejtë gjë. Nuk ka rëndësi kjo Floger. E thot këtu ai fakt. E thon një pjesë, e thot ministri thot nuk ka imunitet kundrejt ligjit, thon ata në arsitet. Po më burr thime unë tani se e lexova ata. Kur s'pas ka imunitet, se tani as kshu as ashtu nuk mund të jetë. Spesh për politikisht korrekt pra. Po ti çik Sazan nuk mund të jesh, o je Sazan ose je Otimikli. Gjykata vlerësoi një zëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103.3 i kushtetutës në lidhje me neni 73.1 dhe 2, po të mos futemi aty vetëm regjia. Vetëm më nxirr pak lutem reagimin e Ramës sot pas takimit me grupin parlamentar që ta komentojmë. Denis, si e lexove këtë qëndrim? Këtu më në fund erdhëm tek ajo që është lajmi dhe le të themi situata e rëndësishme për të analizuar. Se unë edhe një herë mbetëm qëndrimit që 4-4 është një rezultat më se i pranueshëm në kuptimin e rezultatit. Është barazim, nuk fiton asnjëri as tjetri. Në gjykat fiton, nuk duhet të fitojë në këtë rast, nuk duhet të fiton edhe dikush. Me sa duket, kjo është vendimarrja që antarët kanë zgjedhur dhe pastaj ne nuk i detyrojmë dot. Tani Rama na dha sot quhet pushim gjykimi quhet. Termini është pushim gjykimi, prodhoi as edhe një efekt. Jo efektet e prodhoi. Denis, ti marrim kështu funksionet 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mos vendimit të gjykatës kushtetuese dhe një batutu. 3 konkluzionet e mia thot Rama, se nuk grupi parlamentar aty s'ka askush kush shkep konkluzione, po kthehemi tek ajo çfarë funksionet e padelegueshme kushtetuese nga i antarit qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen kursesi nga askush duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ajo drejton. Kjo është politike Ramës, nuk është thelbi, vazhdo. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqin uranim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Kjo është e rëndësishme dhe rikthehemi edhe tek pjesa e tretë është më e rëndësishme që thotë se vetmja pale përmbushur nga rikthimi i pezullimit është
Ato që thashun, fitoria e Spakut. Që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që Spaku bëri pas rënies së masës pezullimit. Një shtesë nga ana ime. Lere shtesën, se nuk ka Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Shtesa është njësoj me pikën e parë, pra, atë që thotë. Kjo ndërhyrje në legjislacion, Denis, pastaj dalim tek ndërhyrja në legjislacion është i vë në një farë mënyrë e bën më të qartë, se e bën ligjet dhe ti s'ke çfarë thua më, por rasti që është trajtuar nuk trajtohet më. Dakor? Rasti Balluku nuk trajtohet më. Rasti Balluku po thua nuk trajtohet, i vetmi shans ka tek gjykata e apelit. Është tjetër gjë, ajo është proces penal, s'ka lidhje me parimin, doktrinën. Pra, tani këta çdo gjë që do diskutohet për atë që është precedent. Kur thua rasti Balluku nuk trajtohet më, domethënë Balluku nuk kthehet më kurrë në pozicionin e ministrit. Jo, nuk trajtohet më nga gjykata kushtetuese si një precedent. E qartë. Gjykata kushtetuese e mbylli çështjen Balluku. E la në fuqi pezullimin. Sepse një nga pikat e vendimit që thuhet nuk ka vendim ka, sepse thuhet hiqet pezullimit apo jo Leonard, jam i saktë? Po. Ja, ky është vendimi për Ballukun. Dhe ata nuk do merren më me rastin Balluku. Ata do merren nëse Rama ose ndonjë se mund të shkojë edhe Berisha më për një rast të tillë. Nëse një nga këta shkon prapë në gjykatë kushtetuese. Tani Rama ka thënë këtë dhe kjo pastaj del tek ajo që tha Flogerti, jam dakord me këtë, që tha këtu edhe Rama është i fituar. Jo vetëm Spaku, te vendimi 4-4. Sepse Rama thot këtë, përderisa tani Balluku është e pezulluar, nuk ka më asnjë pengesë për hetimin e Spakut, atëherë nuk është nevojshme fare që të shkojnë për heqje imuniteti. Dhe Rama ka fituar kohë gjatë gjithë kësaj kohe sepse donte pikërisht këtë gjë, që çështja e imunitetit mos trajtohet në parlament. Sipas mendimit tim. Nuk ka asnjë urgjencë sot. Po pra s'ka asnjë, po jo, realisht ka urgjencë sepse në diku te java e parë e marsit mbaron kjo çështje, mbyllet afati 3 mujor. Nuk e di kur është dërzuar. 16 mars. Pra deri në 16 mars është urgjenca, pastaj iku kjo çështje. Kështu që këtu Rama pse them unë ka fituar dhe Rama me 4-4. Sepse edhe sikur të fitonte 5-3 Rama në gjykatë kushtetuese, ai do ishte detyruar ta trajtonte çështjen në parlament. Tani thot ai nuk jam i detyruar sepse këtu gjykata nuk mori vendim. Po pra, unë po flas me atë qasjen që bën Rama për lëvizjet e tij politike. Ai thotë këtë gjë që kushtetuesja nuk na e sqaroi këtë precedent dhe unë s'kam se ngutem me kërkesën për heqjen e imunitetit. Në qoftë se kushtetuesja do t'ja kishte sqaruar precedentin, atëherë ai do duhet ta sillte në parlament. Po. Kryeministri. Në moment që ti domethënë e shpreh kaq lehtë për opozitën, opozita tha kjo është grup shteti, domethënë. Tani vendimi këtu na erdhe tek grupi më pa vlerë politikisht dhe ndjesë u shpreha keq, jo pa vlerë, po pa forcë politikisht në Shqipëri. Nuk mund t'i prishësh rregullat e lojës rrugës. Edhe një herë. Mirë, po nesër Rama do ta ngulin atë çadën atë. E kërkoj edhe një herë të rreqë, them grupi më pa peshë politikisht është Partia Demokratike. Kjo nëse thash jo, a ka të drejtë apo s'ka të drejtë, sepse ti nuk mund të ndryshosh rregullat e lojës rrugës. Të ndryshosh, të bësh ndërhyrje, se kjo ndërhyrje në legjislacion avokat çfarë do të thotë? Po ta thash ja, ndërhyrja në legjislacion nuk është për rastin Balluku, mo zotëri. Jo, bëhet fjalë për ministrat e rinj nesër më. Më fal, e merr Ballukun zotëria, e shkarkon nesër nga ministri aty ku është dhe e bën ministrat e Ministrisë e Arsimit. Po, u zgjidh çështja. Ka që si Ballukun atë Ministri i Arsimit olla. Nuk e loti infrastruktura Rama. Nuk i prish më provat aty. Nuk i prish provat të arsimit olla. E shkarkon nga zëvendës kryeministri dhe jo, se kisha menduar. Avokat. Ço po them pra? Edhe avokat na tronditi. Edhe e ka opsionin Rama që ta emëroj Ballukun. Balluku është një histori e mbyllur me gjykatën kushtetuese, më fal. Po çfarë ka humbur Rama këtu më? Si ministre e kësaj dhe si zëvendës kryeministre ka mbaruar çështja, gjykohet më. Ne po themi për ministrin nesër, vazhdimi. Rama e ka opsionin për ta emëruar ministre prap. Bravo, dhe ka dhe opsion tjetër Rama, se edhe po në këto kushte, edhe po komunikoj, po më në këto kushte, dhe ka dhe opsion tjetër, që për një javë Rama të gjej një artific tjetër,
dhe të pyesi sërish gjykatën kushtetuese për parimin e kësaj ngërshit kushtetues që nuk u zgjidh. E kupton? Pra duke mos ju referuar më çështjes Balluk. Po, prandaj po them çështja e Ballukut nuk trajtohet më. Bravo, një antar të ministrave. Balluku nuk është më ministër dhe zëvendës kryeministër pik. Kjo historisht e mbyllur. Rama si kryeministër ja jep të fuqi kushtetuta që ta ngrej sa herë dojë në këmbë gjykatën kushtetuese. Për çdo gjë, ndryshe nga tjerët. Dhe Rama mund gjej një artific tjetër, një pretekst tjetër ligjor atje për të interpretuar avokat. Për të interpretuar kur e thot Flogerti e paska gjetë kur ta marroj. Për të interpretuar parimin e gjës. Ja ku është, ja të lutem, refuzimi i kërkesës, ja ku e ke kërkesën. Gjykata kushtetuese vendos refuzimin e kërkesës kur votat janë të barabarta. Fakti që është shkruar do të thotë që është automatikisht vendimi është aq thjesht. Kështu që luhet në do gjej një se te ajo e ka merakun Flogert. Lëvizet në disa. Na e thuj kështu në para. Po pra, ja bëhet kështu. Bëhet gjykata me 9 gjyqtar. Në momentin që bëhet gjykata me 9 gjyqtar, që shkon kërkesa e re. Përpara verës, çohet një kërkesë e re që kërkohet një interpretim. Dhe aty mund të jetë 5-4 në disfavor të Ramës. Çfarë rëndësie ka ose në favor të tij? Nuk ka rëndësi. Po deri në atë moment